Ka qenë e rastishme, unë kam shku veç për një vikend në Turqi, edhe më ka pa një aktore, scenariste edhe producente, kemi qenë të njëjtin restorant së bashku me një aktor të tjerë, edhe unë kam dalë me po fotografia, më kanë kasi të puri, ku më duke interesante, edhe po vim, po mësoj, tha, a je modele, thash punoj her pas here, por tani jam prezantuese televizion, sepse punoja në radio televizionin e Kosovës në atë kohë. Edhe po tha, unë jam filane, edhe kur më drejtu me emër, unë ato e kisha përcjellë seriale, por për një moment u shtanga. Edhe po thot, tha, po na pëlqen fytyra jote, e kemi një film tani. Edhe me thonë drejtën, thash, po bojna i garë në mu, thash, ka 10 milion vetë më gjetën në mu, s'ka shansë. Thash, po komedit, hajq. Edhe fatmirësisht, shoku që ishte me mu, ajo dike gjuhën turke, sepse unë nuk kom pas ide pak aty këto naj fjallë, por që jo me ditë gjuhën. Edhe i ndrum kontaktet, vetëm kontakte, bazet dite në kanë thirrë një premier që kishte realizu produksionin një film atje, më njëftu me stafin magjer, dhe kishte thonë kemi gjetë një vajzë në Ballkanit, por që dhe ata kanë pas dëshirën që me bo promovimin e serialeve, filmave, edhe në pjesën e Ballkanit. Kështu që kanë arrit me gjetë një fytyrë që atyre përshtatet normalisht për unë ëndër, sepse se kisha mendu ndonjëherë në jetë, edhe unë gjithmonë i kam përsëri serialet turke, dhe gjithmonë si fëmijë ndoshta vish me mendu jam friksuar, lema me mendu që një ditë mund me qenë vetë pjesë e serialeve Turqi, dhe kështu ka rrjedh pastaj gjithë rruga ime,